Partia Demokratike risolli në sallën e Kuvendit kërkesën e saj që Parlamenti i Shqipërisë të dalë me një rezolutë ku të dënohet genocidi serb mbi Kosovën. Kryetari i Partisë Demokratike Sali Berisha argumentoi se Tirana zyrtare nuk mundet mos dënojë genocidin e forcave serbe mbi shqiptarët e Kosovës. Por në emër të mazhorancës, kryetari i grupit parlamentar socialist Auland Balla solli në vëmendje se prej vitit 91 Parlamenti i Shqipërisë ka miratuar 9 rezoluta e 11 deklarata për Kosovën. Forcat barbare serbe kryen në Kosovë rreth 100 masakra, të evidentuara ndaj popullsisë së pambrojtur të saj. Kështu u vranë rreth 1400 fëmijë. Po të dënosh genocidin është një detyrim absolut i njeriu të qytetëror. Të vazhdojnë të binden urdhrave të një personi i cili çështjen me Kosovën e ka personale, për shkak edhe të krushqisë që ka me Serbinë, propozoj që kjo kërkesë të votohet në fund pasi të njihen me 9 rezolutat dhe 11 deklaratat e 35 vite me radhë. Shpëtoni veten nga ai dhe shpëtoni shpirtrin për hir të Shqipërisë dhe ta dashurisë. Pjesë e debatit në parlament u bë edhe protesta që do të zhvillohet pas ditën e së premtes në Tiranë në mbështetje të UÇK-s. Partia Socialiste ka lajmëruar që do të jetë pjesë e tubimit, Partia Demokratike deklaroi që nuk do të shkojë, e i vetmi nga opozita që lajmëroi se do të jetë pjesë e protestës ishte kryerepublikani Fatmir Mediu. Edhe mitingu që bëhet në nuancat theksuara kundër qeverisë Kosovës. Dhe të vinë kishin planifikuar 60 minuta Edi Rama fjalim. Absolutisht një lloj si dilte Vučići me fol aty. Nuk doni të jeni për krah kryeministrit. Kryeministri nuk do të jetë nesër në protestë. Hajde, pse nuk vini? Absolutisht nuk të pyes ty Auland Balla, do jem ku është Kosova, do të jem dhe nuk marr leje, as nga ty, as nuk kërkoj që të më ftosh ti në çështje që kanë të bëjnë me Kosovën. Të premten në orën 17 është lajmëruar një protestë në mbështetje të luftëtarëve të UÇK-s ku janë ftuar shqiptarët edhe nga Kosova e Maqedonia e Veriut.